Specialistët për hetimin e krimeve Komisariatin e Policisë së Vlorës referuan materialet në prokurori dhe shpallën në kërkim shtetasin me iniciale KM 24 vjeç, banues Neymar, pasi më datë 24/12/2025 në lagjen 28 nëntori i Vlorë ka dhunuar fizikisht me grushte një 62 vjeçar banues në qytetin e Vlorës, duke i shkaktuar dëmtime fizike. Aktualisht ky shtetas ndodhet në Spitalin e Traumës në Tiranë në kujdesin e mjekut. U proceduan penalisht një 21 vjeçar administrator i firmës që kryen punime në kantierën e ndërtimit në portin e Vlorës, pasi një prej punonjësve të tij, AA, 40 vjeç, banues në Vlorë, në datë 24/12/2025 ka rënë nga skaleria duke psuar dëmtime dhe ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Po këta specialistë referuan materialet për vlerësim pasi më datë 25/12/2025 në një fusë sportive Calceto të fshatit Novosel, një 42 vjeçar banues në Vlorë, rezident në shtetin e Gjermanisë gjatë një loje futbolli, pasi topi e ka goditur në pjesën e kraharorit të shërëzuar dhe gjatë transportit për spitalin e Vlorës ka ndërruar jetë. Nga veprimet e para timore dyshohet se ky shtetas ka pësuar atak kardiak. Po kështu, specialistët e sektorit të policisë rrugore Vlorë referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për një 26 vjeçar banues në Tepelen, pasi në bulevardin Ismail Qemali duke drejtuar automjetin ka aksidentuar një 78 vjeçar banues në Tiranë, i cili ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën.